Punimet do të kryhen për 36 muaj apo për 3 vjet me punëtorët dhe mbikëqyrësin e operatorit ekonomik. Dhe do të shohim se si po shkojnë punimet edhe në shkollën e re që jemi duke ndërtuar në Prishtinë. Jemi këtu në bardhësh të Prishtinës, në periferi të kryeqytetit, ku vëm gurthemelin e një qerdhe të ri për fëmijë, e cila do të jetë për 120 fëmijë. Do të kushtoj gjithsej parafërsisht 1.168.000 euro. Do të jetë P+1, pra me 2 etazhe, dhe do të ketë një sipërfaqe të gjithë mbarshme prej parafërsisht 1.552 metra katror. Punimet do të kryhen për 36 muaj apo për 3 vjet me punëtorët dhe mbikëqyrësin e operatorit ekonomik. U morëm vesh që më pak se 36 muaj është e mirë se ardhur, më shumë se 36 muaj nuk bën kurqysh. Është lajm i mirë për prindrit dhe fëmijët, për shkak se studimet shumëta shkencore, pra pedagogjike, psikologjike, tregojnë që edukimin e fëmijërinë e hershme është shumë çka, për të mos thënë gjithçka, për ngritjen intelektuale, emocionale dhe për karrierën profesionale të qytetarëve të ardhshëm nga fëmijët e tanishëm. Jemi të përkushtuar për arsim, për shkak se dinjiteti i njerëzve, harmonia në shoqëri, shëndeti në familje varen aq shumë prej edukimit dhe prej arsimimit. Edukimi i hershëm nuk është diçka për çfarë duhet ta ketë barrën vetëm familja, por këtë barë duhet ta ndajë me shtetin, e shteti duke zvogluar barrën edhe kontribon në cilësinë e edukimit. Kënaqësit jemi sot këtu në Bardhësh, në këtë fshat që ka numër të madh të banorëve dhe ku është e nevojshme ndërtimi i një qerdhe së re. Jam e lumtur që janë të kaluar të gjitha sfidat, tërsa këtu lokacioni edhe tashmë brenda 36 muajve, siç e përmendi edhe kryeministri, do të finalizohet kjo qerdhe, ndërkohë që prej këtu do të shohim se si kanë shku punimet në qerdhen në Vranjevs, ku kemi vendos gurthemelin bashkë me kryeministrin, me kryetarin para dikun më shumë se 2 viteve. Dhe do të shohim se si po shkojnë punimet edhe në shkollën e re që jemi duke ndërtuar në Prishtinë me një investim mbi 3 milion euro. Vazhdojmë të mbetemi të përkushtuar që të krijojmë kushte më të mira, më cilësore për fëmijët tanë në qerdhe, në kopshte, në shkolla, ashtu sikurse edhe në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies në mënyrë që për fëmijët tanë të ofrohet në mënyra mundshme. Është mirë, po e sheni është mirë kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit, edhe po e shohim tash një fillim të mirëfillt këtu me një qerdhe në Bardhësh. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit, i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu, projektet e mëdha të cilat si Unaza e kryeqytetit për shembull që është 206 milion, 82.4 milion prej tyre janë faktikisht falas, edhe ato mundemi me i shty përpara, janë projekte për Prishtinën, për kryeqytetin. Po ashtu të takohemi, se jemi taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit, prandaj këto projekte janë relativisht minore ashtu në relacion me projekte tjera madhore që janë me rëndësi shumë të madhe për zhvillim të kryeqytetit, prandaj po them është fillim i mirë, po ta vazhdojmë kryeministër, bëhemi bashkë e t'igrojmë proceseve të mëdha, jo vetëm këtyre të voglave.